Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Fillimisht ju uroj të gjithëve një ditë të mbar, një ditë me energji shumë pozitive, një ditë të bukur, ashtu siç në fakt janë edhe temat që ne po i trajtojmë. Këtë ditë do të nisim të flasim për Big Brother VIP Albania. Big Brother VIP Albania është akoma në hapat e saj të parë, do me thënë në nismën e saj. Kemi banor të ndryshëm, kemi natyra të ndryshme, por kemi edhe histori nga ato që në fakt në shoqërinë tonë janë më të komentuara, janë më të goditura dhe ndoshta janë shumë pak apo thuajse fare të mirëpritura. Do të nisim të flasim për lidhjet brenda kësaj shtëpie, apo konkretisht çfarë do të ndodh sonte në Prime. Çfarë fokusi do të ketë Prime-i? Fillimisht në nominim janë Eugjini, Selina dhe Miri. Në fakt është një kombinim shumë interesant. Eugjini hyri si një banor i fortë, si një banor i cili do të dilte në luftë në shtëpinë e Big Brotherit, por Selina dhe Miri kanë krijuar komoditetin e tyre që publiku dhe vllau i madh të mbeten në pikë pyetje, se cilin nga banorët brenda shtëpisë ta largojnë. Më thënë është një, do ta quaj, nominimet më të forta deri më tani, sepse me patjetër në qoftë se largohet Selin sonte, që nuk ka shansa që të bëhet, nëse flasim rrjedhshmërisht se si do të rrjedh loja, sepse nëse Selin largohet, mbaron telenovela dhe nuk ka, do me thënë, Miri më loj, do me thënë nuk është se ka më Miri aktivitet. Nëse Miri largohet, Selina edhe mund të bëje vetme, sepse mund të merr fokusin tek një banor tjetër apo tek një djalë tjetër që të luaj lojën. Dhe nëse Eugjini largohet, do të thënë Eugjini ka qenë banori me më pak aktivitet brenda kësaj shtëpie. Pikpyetja apo dyshimet më të mëdha për ta lënë lojën në këtë pikë të lojës, që realisht akoma nuk ka nisur në Big Brother, dyshimet janë shumë të mëdha tek Eugjini. Por, çfarë po ndodh mes Mirit edhe Selinës? Pas të gjitha atyre deklaratave që në fakt banorët brenda nuk kanë fare informacion, le të themi janë me zero informacion, Selina po luan një lojë shumë logjike. Tani unë nuk e shoh, po jap mendimin tim, qoftë edhe një mendim i gabuar, unë nuk e shoh Selinën se është Selina e ditëve të para, nuk e shoh Selinën se ka këtë dëshirën për të qëndruar pranë Mirit siç e kishte dëshirën në ditët e para. Unë mendoj që Selin përdori një logjik, përdori një lojë shumë interesante. Qëllimi i saj ishte që t'i vë banorët dhe sidomos meshkujt t'i vë përpara zgjedhjeve, në kuptimin që, do me thënë, meshkujt të kenë fokusin tek Selin, meshkujt të kenë mendimin tek Selin, meshkujt të kenë dëshirën tek Selin, dhe Selina bëri këtë gjën. Do me thënë, i mori mendjen Mirit, e dobësoi Mirin në lojë, sepse Miri është i dobët në lojë nga që Miri hyri me një ego shumë të theksuar dhe nuk e ka mendimin, qëllimin dhe ndjenjën për t'i dhënë mbështetjen, për t'i dhënë suportin vetes së tij, por do me thënë e ka fokusin të kufizuar tek Selina dhe mendoj që loja me Selinën Mirin e djeg. Dhe deri më tani Miri nuk është se ka treguar arsyen, qëllimin dhe pse Miri është në Big Brother. Do të thënë nuk kemi një zbërthim të Mirit, por kemi një Miri i cili është i ngjitur tek Selina dhe tani Miri po kupton tjetër gjë. Nga biseda që po bën me Selinën, Selina ka një lloj shkëputje, sepse Selina po tregon që ka arritur të kupton letrën e teatrit, po tregon që ka arritur të merr mesazhin e Gretës, kunatës së saj që është brenda Big Brotherit, që banorët në fakt nuk e dinë. Por Selin po largohet në mënyrë shumë logjike dhe të menduar nga ana e Mirit, që kjo nuk kupton që, do me thënë, nuk dëshiron që ta lëndon, por dëshiron që ta mban aleat në lojë dhe kaq të mbeten gjithçka. Edhe pse në fakt Miri pretendon ndoshta për ndjenja, për emocione kundër drejt Selinës. Mendoj që në raportin e Mirit dhe Selinës, Miri nuk diti të menaxhon veten e tij, nuk diti të menaxhon emocionin e tij dhe vuri para gjithçkaje emocionet, ndjesitë dhe shpirtin, duke haruar që brenda këtij formatit Miri është në një lojë. Dhe mendoj që në qoftë se Miri në këtë pikë të lojës largohet nga shtëpia, pasi që është edhe djali më i paragjykuar dhe mund të ketë
vota më shumë që Miri të largohet, Miri do ta kupton gabimin e tij dhe do ta sheh që nuk është futur brenda në lojë. Ndërsa Selin, domethënë është brenda lojës, Selin ka debate, Selin ka diskutime, Selin është në qendër të vëmendjes, Selina ndiqet nga të gjithë banorët dhe Miri domethënë është ai që kërkon vëmendjen dhe kërkon kohën e Selinës. Unë mendoj që sonte në Prime do të ketë një video ku do të shfaqen momentet e Mirit edhe të Selinës, por e shoh që Miri e ka shumë të vështirë ta kupton raportin me Selinën. Tani nga Miri do kalojmë te Casey dhe Stelina, do të thënë është çifti i dytë i cili ka qenë në fakt më i komentuari brenda këtij formatit, më i komentuari në Big Brother dhe mendoj që Casey me atë egoizmin e tij për të arritur gjën se s'bën, arriti që të shndroj një telenovel tjetër përputhen brenda në Big Brother. Casey është i drejtë për drejtë, Casey është i vërtet, nuk ka filtra, nuk ka mashtrime, do të thënë ai e thot fjalën ashtu siç e mendon, ai e thot fjalën ashtu siç e ndjen dhe pikërisht do të thënë mënyra e interpretimit të gjërave të tij është mënyrë plasëse, në kuptimin që ai bën luftën kur e thot diçka. Casey dhe Stelina e shoh që do të kenë një rikthim me njëri tjetrin, nëse në fillim në fakt na u duk një raport i pa kapshëm, do të shoh që do të kenë një rikthim. Ajo që nuk u arrit brenda këtij formatit, nuk u arrit në asnjë mënyrë që Mateo të ketë në krah dhe të rilidhet apo të ribashkoj bisedat, kontaktet, momentet me Brikenën. Do të thënë Brikena i preu gjëra që në start dhe Mateo, më falni, bëri gjën më të afër që u afrua me Kristin, do të thënë dhe në shtëpinë të Kristit mundohej që të jetë pak më i zëshëm brenda kësaj shtëpie. Do të thënë dinamikat janë shumë interesante. Banorët janë duke përdorur në mënyrë shumë logjike njëri tjetrin. Do të thënë ka banor si Selin që e kupton, por ka banor si Miri që nuk e kupton dhe është përfshirë i tëri brenda kësaj loje. Le të themi që harohet që janë edhe në lojë. Le të shohim se çfarë do të ndodh, le të shohim se si do të komentohen sonte dhe çfarë do të thuhet në fakt nga opinionistët për këto qëndrime. Por unë jam i bindur që Miri do të jetë sonte më në qendër të vëmendjes për çdo lëvizje, për çdo koment që në fakt është folur për të dhe është thënë për të. Ndoshta në dhomën e rrëfimit Mirit mund t'i jepet edhe një avantazh nga vllau i madh që të kupton se si familja e Selin e percepton jashtë Mirin, pasi që babai i Selin në deklaratat e tij kundër drejt Mirit ishte goxha i ashpër, ishte goxha i ftohtë, saqë domethënë edhe sikur të ndodh një diçka, domethënë ai në asnjë mënyrë nuk e pranon atë raport.